Surja El Muzemmil, Medinase, 20 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O ti i mbuluar, o Muhammed, qohu të falesh gjithë natën, përveç një pjesë të saj që është gjysma ose diçka më pak a diçka më shumë se ajo, dhe lexoje Kuranin ngadalë dhe qartë, sepse ne do të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rëndë. Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse, nga që ti ditën je vërtet shumë i zënë. Prandaj, përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht atij. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç tij. Drejtoju atij si rregullues i punëve të tua. Duroj llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hijshme. Lërmi mua ata që të quajnë gënjeshtar e që jetojnë në luks, dhe jepu pak afat atyre, se pa dyshim ne kemi përgatitur për ata pranga, zjarr flakërues, ushqime që ngecin në fyt dhe dënime të dhëmshme. Në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si pirgjerëre të lëvizshme. Ne, me të vërtet ju kemi sjell një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu siç ja quam një të dërguar Faraonit. Por Faraoni nuk e dëgjoi të dërguarin, andaj i quam dënim të rëndë. Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeteni jo besimtar ditën në të cilën fëmijët do të finjen? Atë ditë, qielli do të qahet, e premtimi i Zotit do të përmbushet. Në të vërtet, kjo është këshill. Prandaj, kush dëshiron, le të zgjedh rrugën e drejtë që e çon te Zoti i tij. Natyrisht, Zoti yt e di se ti, o Muhammed, falesh më pak se 2/3 e natës, ndonjëherë gjysmën, ose 1/3 e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty. Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës, dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht. Prandaj, kthehet tek ju me mëshirë. Kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Ai e di se disa prej jush do të jenë të sëmurë, disa do të udhëtojnë nëpër botë, duke kërkuar mirësitë e tij për jetesë, dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e tij. Prandaj, lexoni sa keni mundësi nga Kurani. Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe jepini Allahut një hua të mirë që ai t'ju a kthej shumë fish. Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot.